flasim për tregun e madrave dhe dollarin, do fillojmë mirë me dollarin, që të mullojmë Forexin, të mullojmë gjendjen e dollarit. Më pas do flasim për mallat kryesor. Nafta ka pasur, US Oil ka pasur një lëvizje të mirë, një rritje që unë mendoj që mund të shkojë edhe më lart. Kemi edhe Floririn që vazhdon rritjet dhe lëvizjet e mira, por është për të parë gjendja dhe do të realizojmë këtu hapas hapi. Hym të dollari. Dollari i duhesh e ajo rritje. Unë thuhet 101. Çfarë? Është në kaluar që pesa që Po, 103 i duhet nga kjo viza treni që kam shënuar në javën e kaluar, i duhet të kapet të zonë, tani mund të shkojmë deri te 101.5, 102 te dhe indeksi i dollarit. I duhet një rritje, do ulet të tjerat, rësia ka qenë shumë e shitur. Është për të parë situata se si do na heci, mund të bëhet dhe një trekëndsh këtu që mund të bëhet short, por është pak a shumë identike dhe me këtë rritjen V-shape këtu që mendoj që do të ketë një dip. Shikoje, kjo V-shape të S&P 500 është pak a shumë identike me dollarin, thjesht që dollari nuk ka lëvizur kaq shumë në përqindje dhe në rritje. Kjo do të tregon që do të ketë një farë dipi, nuk më shkoj për lart çmimin në kjo zonë. Do flasim për US Oil. Double bottom këtu, më pëlqen shumë kjo ndopje bottom, që ka pasur 2 herë testim të kjo zona. Bullish divergence të RSI-ja. Paka shumë, po bën atë bullish divergence. Kjo ishte zona që unë shikoj tani për një hyrje për lart, edhe këtu do shikoj të tregtoj ndonjë ide si Oxy ose dhe kompanitë të tjera që lidhen me US Oil. Kemi sektorin e gazit që ka rritje, dhe tani do të mullojë Floririn. Kemi gjendjen e Florit. Ne kemi tregtuar valën për poshtë këtu, dhe këtu tani Flori vazhdon për lart. Unë du që të ritestoj zonën dhe të shkojmë short. Unë e trektova herë, kam tregtuar këtë valën këtu. Tani po bën long, short prap po mendoj unë. Te goldi, Cleo këtë për day trading. Ja vlen. Shorti në vazhdimsi. Por sepse ta luaj. Po, do hyjmë. Te kjo, sepse po thyu këtë zonën e 3300, shkojmë te deri te 3200 edhe ndoshta edhe më poshtë. Se po bëhet ajo volatiliteti tani këtu. Shtrëngimi, konsolidimi. Çuan do një tjetër për shtu këtu te podcasti javor, analiza, këshilla, mendimet e tjera, Irdi? Jesh kujdes të tregun, se aq javë lumtur sa ç'ishte kjo javë. Si s'ke për që lumtur jemi të gjithë të lumtur, por përgatitemi për më të keqen. Sepse këto janë ata javë që humbin të gjithë profitet njerëzit dhe ndjekin portofolet e tyre. Nga çfarë kam parë domethënë gjatë viteve të kaluara. Po. Kjo euforia e tepërzakonisht nuk është gjë. Po. Por menaxhimi, stop losset në pozitivitet, nëse keni frikë që se pranoni do të humbir, siç jam unë, për shembull. Për që më mirë $1 plus se sa $10 minus, është mentaliteti im. Po. Është këto para shumë. Okej. Se nuk Cleo do të përshtuar këtu sepse javë e bukur, por dhe po, i tha Jerdi domethënë ato stop losset në mënyrën e duhur dhe unë shpresoj që të ecë pak tregu që formoj të paktën një trend. Kemi një trend 2 javor, 20 ditor do ishte diçka e bukur, përqindje të mirë fitimi, paktën për ne që luajmë një strategji. Por do ndikohet nga lajmet ekonomike, formimi i çmimit është pozitiv për mendimin tim për momentin, edhe
ato uljet i duhen tregut, pakën testoj disa zona, pastaj të kaloj vazhdoj prap për sipër. Dhe nëse do të dilni, i këshill nga ana ime, duhet dini kur të rihyni. Se mund dilni për shkak se çmimi mund të filloj të bjerë, mund të trembeni. Dhe dini pastaj kur të rihyni sepse vala mund vazhdoj akoma për lart. Po, mund bëheni pishman që dilni sepse mund vazhdoj edhe më lart, por zakonisht unë në këto raste për shembull mund dal dhe pastaj rihy prap kur tek çmimi që kam dal, varet si e shikoj tregun me sy. Edhe rrezikon profitin sepse kur ke dalë ke Është edhe pak intuit, Strategjia ime në këtë rast është zakonisht shes 50% dorë të vlerës pozicionit tim. Po. Edhe rrezikoj edhe profitin që kam fituar domethënë. Po, edhe unë filloj që të nxjerr cop nga 20, nga 10, nga 15% në pozicionet të ndryshme ku shikoj dobësi. Që të paktën ke siguruar një farë cope të profitit dhe ke futur në akauntin tat, në arkën tate, dhe nuk e ke lanë lirë në treg. Deri në momentin që nuk shet, nuk jam paratë tua. Si për Po, eksakt. Ama kur nuk shet dhe me humbjes jam paratë tua prapë. Vetëm kur shet dhe fitore jam paratë tua. Po, ashtu është eksakt. Besoj ta lej me kaq.